Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Dëgjues të nderuar, mirë se vini në programin tonë të ri në të cilin merremi me përkrahjen e Bashkimit Evropian për avansimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar. Po ndikimi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pse? Kur ne të prezantohemi para institucioneve, edhe të thonë se kemi një projekt nga zyra Bashkimit Evropian, menherë institucionet kanë filluar me mendu pak më ndryshe. Ishin këto vetëm disa nga pikat kryesore të këtij edicioni, qëndroni me ne edhe në vazhdim të tij. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth 15% të popullsisë së përgjithshme botërore. Kjo do të thotë se brenda popullatës në Kosovë mund të flasim për 10 mijëra persona me aftësi të kufizuara. Përkthyer në gjuhën e jetës së përditshme, kjo do të thotë se tani kemi shumë shembuj të bashkëqytetarëve tanë, të cilët nuk mund të ushtrojnë të drejtat e tyre për shkak të aftësive të kufizuara. Rreth një shembulli të tillë na tregon Afrim Maliqi nga shoqata Hendikos. Çdo ditë kemi raste kur një familje si lind një fëmijë me aftësi të kufizuar. Edhe po çse ajo nana është duke punuar dikon, ajo detyrohet të largohet nga vendi i punës, për arsye se duhet të kujdeset për fëmijën. Në vendet e zhvilluara, në vendet në perëndim, ajo familje ka asistentin, apo ai fëmijë ka asistentin, ku nana vazhdon prap punën, ku ngritet mirëqenia edhe më ngritet mirëqenia tamam ashtu sipas nevojave të asaj familjes. Në rastin e Kosovë, ajo familje varfërohet edhe më tepër. Bashkimi Evropian ka mbështetur një numër të madh projektesh që synojnë ngritjen e vetdijes më të madhe për nevojën për të respektuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Sofi Beamo nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë thotë se BE-ja po ashtu synon barazimin e legjislacionit të Kosovës me atë evropian në lidhje me statusin dhe drejtat e personave me aftësi të kufizuara. What's quite evident in Kosovo is Është e qartë se në Kosovë ka shumë pengesa në mjedis për personat me aftësi të kufizuara, pengesa serioze për arsimimin e tyre të rregullt. Shumë fëmijë në zonat rurale nuk shkojnë në shkollë. Ka pengesa në transportin publik, si dhe pengesat në përdorimin e mallrave dhe shërbimeve. Në fakt, njerëzit me aftësi të kufizuara janë shumë të limituar në të drejtat e tyre, sidomos në fushën e punësimit, thotë Sofi Beamo. Bashkimi Evropian në Kosovë mbështet projektet e gjitha organizatave të mëdha që janë direkt të përfshira në mbrojtjen e drejtave të personave me aftësi të kufizuar, të tilla si Hendikos, shoqatat e të verbërve dhe të shurdhërve, ose ato që angazhohen për integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara apo sindromin Down. Afrim Maliqi nga Hendikosi thotë se impakti një përkrahje të tillë të Bashkimit Evropian ka qenë i madh sidomos në rrafshin politik. Po ndikimi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pse? Kur ne të prezantohemi para institucioneve, edhe të thonë se kemi një projekt nga zyra Bashkimit Evropian, menherë institucionet kanë filluar me mendu pak më ndryshe. Një nga projektet e fundit të BE-s në lidhje me personat me aftësi të kufizuara ka të bëjë me hapjen e 2 qendrave të kujdesit ditor për personat e moshuar në Prishtinë dhe në Ferizaj. Menaxherja e projektit Ada Shima thotë se ai në Kosovë sjell 2 risi. E para është që hap një qendër ditore, do të thënë hap një stres sociale për vetë personat me aftësi të kufizuara. Nëse më përpara të gjithë këta persona janë mbajtur ose kanë qëndruar vetë brenda familjes, tashmë e kanë një hapësirë që është publike, që është jashtë shtëpive tyre, ka ata mund të socializohen. Përpos kësaj kemi dhe diçka tjetër e cila ka të bëjë edhe me shërbimin vetë në shtëpi. Shërbimet në shtëpi janë të rëndësishme për shkak se po ofrohen për persona që nuk kanë qasje në shërbime shtetërore. Përkundër angazhimit të madh të BE-s për të avancuar statusin e personave me aftësi të kufizuara, Afrim Maliqi nga Hendikosi thotë se adresimi i nevojave të këtyre personave në afat të gjatë mund të bëhet vetëm nëse institucionet vendore frymëzohen nga standardet dhe praktikat më të mira evropiane. Këto shërbime duhet t'i marrin institucionet e tona. Dhe deri më tani nuk kemi vërejtë dhe shumë nga dishmëri nga institucionet e tona se këto shërbime do t'i marrin në përgjithësi institucionet atë nivelit qendror apo të nivelit lokal. Fatkeqësisht, projekti është projekt. Projekti ka një afat kohor. Ndërsa kjo shërbimi nuk do të bazohet në projekt, sepse nevoja është e përhershme. Shërbimi është i përhershëm. Ndërsa projekti përfundon edhe shërbimi,
atëherë ku mbeten ata më shumë, ku mbeten ata njerëz me aftësi të kufizuar. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.